Дали добивте веќе понуда од СДСМ за да преговарате за евентуален влез во владата, бидејќи од СДСМ стигнуваат пораки дека ќе се обидат да го стабилизираат и, како велат, дури да го зголемат ако може мнозинството? Parimore është që ne të diskutojmë së pari me VMRO-n edhe me Aleancën për Shqiptarët, të shohim cili është koncepti i tyre për zhvillimin e proceseve të mëtejme, se si e shohin ata, e si e shohim ne në ditëve në vijim procesin apo daljen nga kriza, por nëse nuk merremi vesh, tek mandej mund të shohim çfarë pritet nga ne, cili është konteksti i ri, në atë kontekst të ri, ku mund ta gjej alternativa vetën dhe natyrisht do duhet këtë punë ta diskutoj me organet e tona partijake.